po bëjmë leximin e zodiak Demit, çfarë qëndron tek Demi, si do jetë aktualisht ditët në vërtimsi dhe kush planet është tek Demi. Tek Demi është planeti Venus, që simbolizon dashurinë, ndjenja e fuqishme, e pastër dhe bukuria e shpirtit. Demi, si do jetë Demi aktualisht në këto kohë, vërtimësia tek Demi. Financat dhe romanca, dashuria. Demi, sa përket femrat tek Demi, nuk kanë siguri ndaj vetvetes, janë rrethuar nga persona negativ, kanë pas një sfidë tek jeta e tyre ose më tepër tek dashuria, e mendojnë veten e tyre pas zgjidhje, po e mbajnë qëndrimin e fortë edhe po shikojnë në hapësirë si do vendosen në ditën e vërtimsi, por janë të rrethuar, janë pa hapësirë dhe janë të hezituar në mendimet e tyre, kanë disa mendime që kanë projektuar tek vetja dhe këto mendime gjithmonë do t'i kenë si prioritetin e tyre në vazhdimsi. Tek Demi tek femrat, e shikoj që femrat tek Demi janë jo në gjithë në tërësi femrat, ka një pjesë femrash janë me fat tek Demi, një pjesë tjetër janë si pak të mbyllura në fatin e tyre. Shumë femra në këtë pjesë kanë dy shanse të madhështore në këto kohë në vazhdimsi, janë kurorizuar tek mbretëria e tyre ose më saktë kanë vendosur diçka të bukur, një portë të artë në jetën e tyre. Kanë vazhduar dhe kanë përpara vetvetes dashurinë dhe janë të gëzuar dhe po projektojnë ditën e vazhdimësisë se si do jenë tek ato, po du të kenë kujdes sepse kanë persona negativ përpara vetes, kanë si simbol të errët dhe personi negativ me për simbolin e errët projekton diçka mbrapa krave. E shikoj që kanë qëllime të forta, e shikoj që në këto kohë do kenë siguri në vetvete, sa përket shenjës Dem, do kenë siguri sepse kanë vendosje të një lloj plani të fuqishëm, sikur po ndërtojnë një kështjellë madhështore dhe ke kështjella sikur kanë minerale të arta dhe po befason tek pjesa e tyre, po gjithsesi po vendosin një mbrojtje përpara kështjellës dhe tek kjo punë ose ke ky biznes ose ke ky mendim, ato po mbahen pas një arme të fortë dhe po i mbyllin çdo gjë si në sistemin e dur, në ditët e dura dhe kanë një mbrojtje të fortë. Gjithsesi këto po e mbajnë përpara vetvetes dhe nuk po hezitojnë të tregojnë dhe kanë si sekret ndaj vetvetes, po projektojnë shumë plane në këto kohë, kanë mbyllur një plan të arritshëm dhe gjithsesi po hapin një plan të ri tek vetvetja e tyre dhe tek jeta e tyre. Demi, sa përket meshkujve tek Demi, e shikoj që kanë shumë tradhti ndaj vetvetes, po gjithsesi brenda tradhtive dhe brenda mundimeve ato po arrin po ecin përpara dhe në këtë kohë unë shikoj që po mund të kenë një udhëtim dhe janë vendosur në një udhëtim, gjatë udhëtimit dhe gjatë planeve të tyre që kanë në mendje, i ndihmon, sikur i ndihmon dhe planeti, ndihmon dhe Zoti vet, universi sikur është gjysmë i errët tek ato dhe ato mendojnë që do kemi pak mundime, po jo, sepse unë shikoj një dritë tek ato. Kanë 3 qëllime që kanë në mendje dhe do t'i veprojnë qëllimet, kanë 3 persona që kanë kundërshtar tek veprat e tyre, po unë shikoj që udhëtimin e kanë nisur ose nisen në këtë pjesë kohe. Sa përket tek identiteti me mashkull, e shikoj që tek sa përket shëndetit tek një pjesë tek demat e kanë shëndetin e ligë dhe kanë pak frikë në vetvete, mendojnë që si do arrej shëndeti jon, si do jetë, si do vazhdoj, po unë shikoj që do marrë një mesazh nga mjeku ose nga një udhëtim ose nga disa persona që kanë analizuar sëmundjen e tyre. E shikoj që do përballen me sfida jo të errta, do kenë domethënë mesazhe të mira nga shëndeti i tyre,
Po e shikoj edhe këtë që ka udhëtime për të studiuar vetveten ose për një analizim tek shëndeti i tyre. Po mos kenë frikë sepse jeta atyre do jetë domethënë shumë e bukur dhe pjesa e mërzitjes do jetë pak kohë dhe do ke një arritje dhe tek shëndeti dhe tek pjesa e mendjes sepse jeni në këto vënë shumë stres. Tek femrat, demi, femrat janë, domethënë në këto kohë janë të mbledhura njëra me tjetrën, më tepër i kushtoni shoqërisë në këto kohë, kërkoni zgjidhje në vetvete dhe kërkoni bashkëbisedim me shoqërinë tuaj. Po shikoj që jeni shumë të lëndura në këto kohë dhe kërkoni dritë në shpirtin tuaj, kërkoni dashurinë që ju ka humbur dhe e mendon keni pasur një errësirë në mbas shpine, ose keni kaluar një sfidë të errët, dashuri të humbura. Në këto kohë keni 3 mesazhe të fuqishme, 3 mesazhe që vijnë nga universi të papritura drejt jush dhe ju sado që jeni e lënduar në shpirt, po e mbani veten, po ngrini gotat dhe keni domethënë mesazhe të reja nga shpirti, nga veprat që ju mund të krijoni në këto kohë. Financat tek demi, financat tek demi, sa përket familjarëve, po studiojnë mirë financat e tyre dhe po hapni një faqe libri të re, mund të hapni punë të reja dhe mund të hapni një biznes të ri dhe mund të domethënë të balanconi studimet, çfarë do bëni, çfarë do jetë tek ju, çfarë vepra do arrini dhe gjithsesi e shikoj shumë plane në mendjen tuaj dhe keni plane të arritshme dhe në mendje të hapur. Biznesit, shikoj femra që ka ato persona që kanë biznes, ka një arritje dhe e shikoj që jeni të lodhura një pjesë, i mbani gjithmonë veten tuaj si në mendime, po gjithsesi e shikoj që sapo i përket mendimeve dhe punës tuaj të përditshme, ju keni punë të arritshme, po vetë ju jeni mbani një stres brenda vetes dhe stresi u bën që ju mos vazhdoni më tej, po duhet ta ngrini domethënë pjesën e moralit, pjesën e harmonisë, sepse ju keni domethënë si gjëra të pezmatuara në pjesën e biznesit tuaj. Romancat tek demi, se përket meshkujve romancat e demi, unë shikoj që kanë dashuria është e përkryer tek ata, është si dashuri legjende, e mbani veten si mbreti, jeni të gëzuar te dashuria juaj, keni lënë pas një trishtim, një hidhërim. Tashi personi i dytë që ju keni të dashur ose e dashura juaj është perfekte dhe ju pret të finalizoni dashurinë tuaj ose një bashkëpunim ose një bashkëveprim ose e shikoj që jeni një prak fejese. Sa përket disa meshkuj tek demi, shikoj që janë të mërzitur, kërkojnë të arrijnë pozicionin e punës të tyre, janë të lodhur, po do shpenzoni disa financa, do shpenzoni për të arritur një dokumentacion, një kontrat, sepse keni lënë më mjanë pjesën e të ardhmes në dashuri, po mendoni në këtë kohë vetëm për potencialin tuaj, të arrini pozicionin e punës dhe të arrini pjesën që ju kërkoni. Keni 2 sfida në këtë kohë, po unë shikoj që keni një kontratë madhështore tek vetvetja dhe finalizoni vendin tuaj që jeni në potencial, po do lodhen në këtë kohë, do keni domethënë vështirësi në arritjen tuaj.